Në intervistë për Sot 7, Ministri e Integrimit Klajda Gjosha foli rreth procesit të vettingut dhe bllokimit të tij. Gjosha ftoi palët të ulen për të zhbllokuar këtë proces në mënyrë që vettingu të nisë zbatimin. Gjosha tha se edhe pse mazhoranca ka dhënë një sinjal për dialog, duhet të jetë po mazhoranca për të vijuar iniciativën e zgjidhjes së këtij ngërçi. Unë gjithmonë besoj që mazhoranca është ajo e cila duhet të ofrohet për dialog. Është bërë një hap për këtë, dëshiroj të shoh që të jetë kjo iniciativë sa më konkrete, dëshiroj të shoh të gjitha palët në një tryezë, sepse kjo është kultura europiane të cilës ne duhet t'i sjellim, pra këtë frymë europiane duhet ta përcjellim tashmë edhe në politikën shqiptare. Është mos e legjitime për çdo që kërkon zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne të gjithë jemi për këtë këtu. Mazhoranca duhet të jetë dhe të tregojë hapa konkret që po ndërmerren për reformën zgjedhore, por mos harrojmë që në Shqipëri ne kemi një specifik. Reforma zgjedhore bëhet bipartizane, bashkë me opozitën edhe me mazhorancën. Prandaj është shumë e rëndësishme që të gjitha palët të tregojnë seriozitet në këtë proces. Lesia është për dialog, është për komunikim, është për të qenë konstruktiv, por mbi të gjitha për t'i ofruar siguri qytetarëve, sepse kjo situatë që është krijuar tani realisht krijon shumë pasiguri në familjen e çdo shqiptari. Ju i uruat për 8 marsin, ndërkohë që uruat dhe një urim edhe më të madh me Ilir Metën kryeministër. Nuk besoj se është ndonjë sekret që ne mos themi që e duam Ilir Metën kryeministër, patjetër që po. Është një njerëz që i ka treguar shumë politikës shqiptare, i ka dhënë shumë konstruktivitet, shumë dialog, dhe unë them që ka ardhur koha që realisht ne të ndalojmë me arrogancën, por të rikthehemi një politike që e duan njerëzit, që i shërben njerëzve dhe sidomos që i shërben një populli kaq të mirë siç është populli shqiptar. Do të arrijë Ilir Meta pas zgjedhjeve 18 qershorit të jetë kryeministër? Po, pasi unë vizitova këtë sallë sot me kaq shumë gra dhe vajza, unë them që po. Sepse ne besojmë shumë te forca e tyre dhe unë mendoj që do të jenë pikërisht ato që do ta mundsojnë LSI-n të jetë një forcë e parë në këtë zgjedhje.